në elitën zgjedhore të Partisë Socialiste, nuk pyet, ka kongresin, ka edhe këtë plenumin që i thoshin komunistët. Të lutem, i ka të dyja. Atëherë çfarë? Nuk i ka marrë me dhunë, i ka marrë me aftësi, të jemi realist. Por e ka pyetja që bëhet është kjo, e ka iluminuar më tej Partinë Socialiste apo e ka lënë në vend siç ka qenë? Për mendimin tim, e ka lënë në vend siç ka qenë. Por ajo, duke mbetur në vend siç ka qenë, është prapë fituese. Pse? Është ajo që u thash pak më parë. Nuk ka të djathtë. Dhe janë të familje. Po? Ishte nonsens. A logjik që një komunist ekstremist të drejtonte të djathtën liberale në Shqipëri. Kjo i ndodhi Shqipërisë. Saliu. Dhe shiko si e vuan, gjithë krizën e djathtës e krijon ai. Le të thonë ata që patos fitojmë, patos bëjmë, janë të trembur o të blerë. O të trembur o të blerë? Po. Po ka me frikën atje, shumica është me frikë atje. Jo me frikë ligjore. Po me heqë privilegjin pra. Ata nuk vindon pushtet. Edhe Saliu e di që nuk vjen pushtet, po ai është preu në një vend. Nuk më duhet mua fare partia, tha, kam interesin tim. Cili është interesi ti? Ajo që ju thashëm, që analizohem pak më parë. Ka ato 2 pikat ardente, 2 pikat e nxehta, që kërkon të eliminoj duke qenë kryetari i opozitës. Po kur Mirë, po, pikat e nxehta të ti janë në SPAK. E dini ju, zoti gazetar, se kush e drejton SPAK-un? Nuk e drejton shqiptarët. Amerikanë. I shkojnë atje. Atje i keni ekspertët, i shikojnë, edhe pagesën ata e bëjnë. Është shtrenjtë, ka rogatarë ata. Edhe prokurorët edhe gjyqtarët. Shumë e vërtetë. Ata na i kanë marrë për sipër të na ndërtojnë pushtetin gjyqësor dhe kanë bërë pak. Ti e ke parë, janë gjithë ata nën akuzë me kryeministra, me ministra, me kryetar bashkish, me deputet. Pra, ka filluar pastrimi i korrupsionit. Po më lejon t'ju themi gjë që korrupsioni mund të shkatronte Shqipërinë. Këtë pa perëndimi. Edhe politika amerikane që ndërhyri me forcë. Se nuk u interesonte të shpërbëj Shqipëria në një kohë që ishin 2 shtete shqiptare. Se ne mund të shpërbëheshim? Dhe shtetin e 2 shqiptarë, të më thënë Kosovën, ata e nëzorë. Po patjetër. Atëherë pyetja bëhet, pse janë kaq të interesuar për këtë pikë ose këtë rrafsh historik, geografik. Sepse konflikti me Rusinë, në konflikti me Rusinë, Po? Amerika ka domosdoshmëri botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor. Sa e mori të gjithën, shikojeni me vëmendje, kur e mori të gjithë botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, të 2 shtetet, dhe për kërkon të merrte edhe Çamërinë, se ka marrë dhe gjysmën e Maqedonisë së Veriut. Po? Pra, kur ata e panë që ky po e merrte botën shqiptare në Ballkanin Perëndimor, u troq. E keni parë që u troq politika ruse? Është në më në tërheqje. Pa, kundër nesh. 4 shtete me shqiptar, domethënë. Urdhë? 4 shtete me shqiptar. Nuk dëgjova. Shqiptarët në 4 shtete, domethënë jeni duke thënë. Po, në shqiptarët janë në 4 shtete. E din ata ato çfarë? Po, a do t'i marrin të 4? 2 i kanë. 2 i kanë. Gjithë pikpyetja është, ja t'ju them. E mbani mend që shkoi Rama foli për Çamërinë? Po? Para një viti, një vit e gjysmë? Po, me diasporë. Se partia e çoi, interesi Partisë Socialiste ishte, Washingtoni e çoi diskutorin. Pse? Sepse historia ka një rregull të brendshëm për territoret
që janë shkëputur nga shteti ham, dhe që e kanë ruajtur gjuhën dhe nuk janë asimiluar. Ne të gjithë kufitarët tanë nuk i asimiluan dot slavët. Slavët asimiluan vetëm, domethënë serbët asimiluan vetëm katolikët shqiptarë që kanë brenda në Serbi. Që e kishin brenda territorit. 35% të serbëve janë ish katolik shqiptar, të dini. Ata 35%. Më thanë, një minutë, më thanë priftrin e mdhej që i kisha miq. Ore, si u kaluan ata, i thashte, feja tjetër, se kaluan nga kristianizmi, nga katolicizmi në ortodoksi. Ortodoks. Disi thoshin, hama se me kryq ina. Po se mos ishin të shkolluar. Ti e di që shqiptarët kanë qenë populli më i goditur në funksion të shkollës. Që edhe në perandërin osmane. Bile osmanët me slavët ishin në bashkëpunim për mbajtjen në padije të popullit shqiptar. Por këtu historia erdhi që ne dim se ta përsërisim, tani jemi në jo në 2 shtete, jemi gati 3 shtete. Avokat, po ka një fakt... Edhe ju thash që Rama foli për qamërin. Po, ka një fakt, avokat, që është vënë pak në diskutim fakti që SBA-ja ka apo jo interes. Ka 2 vjet pa ambasador, ambasadë amerikanë në Tiranë nuk ka ndodhur ndonjëherë në 103 vite marrëdhënie zyrtare mes 2 shteteve. Ja, ajo ka qenë prezente këtu, pavarësisht që ka pas apo s'ka pas ambasador. Ka qenë prezente këtu. Jo, a ka ndikuar ky fakt? Jo, ajo është gjendja e brendshme e tyre. Domethënë që ai që luan rolin e ambasadorit, këtu ka raste të tilla. Ai që luan rolin e ambasadorit këtu, ngarkuar me punë. Në momentin që ka ikur ambasadori, mund të jetë shumë i aftë. Po s'mund ta bëjnë dot ambasador për arsye juridike. Dhe këta më mirë mbajnë atë sa i ambasador është. Ju lutem, ai pranon dhe letrat kredenciale të gjitha, po nuk ka titullin ambasador. Nuk ka titullin ambasador, po. Dhe ata pa gjetur një tjetër nuk e sjellin sepse këtu është bota shqiptare, sidomos Kosova është domosdoshmëri për ta. Megjithatë, avokat Nancy Valhorn, që është e ngarkuara me punë e ambasadës, nuk ka qenë aq aktive, fjala vjen sa e ngarkuara tjetër Leila Mosisuani, nëse ju kujtohet, ajo ishte edhe pse nuk kishte titullin e ambasador, shkonte në SPAK vet, shkonte në konferencat gjyqësore, bënte deklarata. Atëre, në rregull, po do të jemi korrekt me kohën. Po? Atëre ishte periudha e marrjes së tyre. Këtë drejtë. Po pra, natyrisht ishte aktiv. Tani ata i kanë marrë ato, jo vetëm po shpëtuar në Shqipërinë, të jemi realist. Morën dhe pavarësinë e Kosovës, pse ne e morëm. Natyrisht që UÇK-ja kishte vlerën e vet. Ai ishte fakti që mbështeti aksionin. Bombardua Beogradi gjatë, tjedi. Po, ku ishte forca? Ku ishte ajo... Amerika? Jo, ku ishte justifikimi juridik dhe historik? UÇK-ja. UÇK-ja. Po, pa mos ishte UÇK-ja asgjë. Nuk hynte Amerika. Atëre, përderisa ata kaluan në ekstremizëm, se UÇK-ja i çojnë në ekstremizëm, dhe ata ranë në shkelje në terrorizëm, ju e dini. Po. Edhe Amerika s'mund të lejonte terrorizëm në një shtet, në një shoqëri që e kishte të vetëm. E kishte simpatizantin e vet. Dhe kur goditi Clinton, ju e dini, goditi terrorizmin, ju e dini. U vranë gjithë ata. Mbas asaj vrasjes së madhe në Raçak, ku që ajo? Masakra. S'u kujton mirë. Atëre foti bombardimin e. Dhe është më bukur që vetëm me bombardim e mori. Nuk çoi trupa. E para luft, e para betej pa trupa toksor.
pa trupa, vetëm me bombardim ishte genialitet në kuptimin jo të letërsisë, jo të artit, po të artit ushtarak. Domethënë, e kishin studiuar mirë Wesley Clark. psikologjinë, e kishin studiuar mirë psikologjinë serbe në funksion të asaj force. Dëgjoni t'ju themi gjë. Po, patjetër. Psikologjia e një shteti ose të një qeverie është normale në momentet kur është qetësi. Në momentet kur vjen historia e luftës, ndryshon psikika. Por po ndryshoj psikika ikën në krizë. Ashtu ata. Një shoqërie nuk i ndron psikika nga paqja në luftë, vetëm anglosaksonëve. Pse? Kanë fituar eksperiencë qindra vjeçare me koloninë me këto, ju e dini, për konstataciat. Po. Avokat, kam një pyetje të tillë kur që me ngacmuat me të UÇK-s, kur dëgjuat që u hoqën ato banerat edhe flamujt e UÇK-s nga stadiumi gjatë ndeshjet me Serbinë, ç'a ndjet? Patët një reagim në vetvete? Ja, ishte politik. Ishte politik? Ishte politik se UÇK-ja ishte, shiko, në konceptin perëndimor, një ndeshje futbolli është strukturë paqësore. Nuk është strukturë lufte. Edhe ata i dëgjuan, ta do t'i kemë thënë. Ekspertiza amerikane ka thënë hiqini UÇK-n, se ne jemi kundër UÇK-s, pa ajo është manifestim paqësor, popullor, edhe ata i hoqën. Më kuptohet? Si që luftat e që. Ata e konceptuan betejën futbolistike, luftë me armë. Shumë e bukur kjo. Ishte nxitim. Shumë e bukur kjo. Avokat, kemi një për nga kozgjatja, renditja e kryeministrave të Shqipërisë në 103 vite shtet, 13 vite shtet, kemi Mehmet Çeu 27 vjet e 3 muaj, Edi Rama 12 vjet plus 4, 16, Enver Hoxha 9 vjet e 9 muaj, Adil Çaçani 9 vjet e 1 vit, Sali Berisha 8 vjet. Cili është komendi juaj për këto shifra? Ndodhin. Por gjatë kanë kaluar, do të themi pse e kemi këtë arsye. Arsyeja nuk është moderne. Pse e kemi këtë arsye? Sepse demokracia si koncept liberal nuk e ka mundur pushtetin si koncept individual të psikikës për pushtet të individit. Nuk e kam poshtur akoma me këtë tregon kjo. Dhe këtu është dobësia. Jo pse vajti ka gjatë, po në këtë luftë ne ende nuk e kemi, ne ende forca e pushtetit nuk e ka, domethënë forca e ligjit nuk e ka zbutur forcën e pushtetit. Domethënë forca e demokracisë nuk e ka zbutur forcën e pushtetit politik. Pushteti politik në një demokraci ndron një herë në 4 vjet. Në Amerikë ke parë si e kanë bërë një herë në 8 vjet. Pse që të mos ndodhte kjo? Kjo është shumë e rrezikshme. Jo në kuptimin e rrezikut të një epidemie, po në kuptim të zhvillimit kombëtar. Nuk e lejon, anglosaksonët e kanë më parë dhe prandaj e vënë 8 vjet. Pse Rama ka do më shumë pushtet? Ka psikike më që ka. Vullneti i brendshëm. Vullneti i brendshëm zotrin politik, domethënë pushtet vjen nga psikika. E ka psikologjike këtë. Dëgjoni dhe një gjë. Është dëshira për pushtet vjen nga patologjia. Pastaj ligji, demokracia, parlamenti ja ka hequr atë karakterin e sëmur, patologjik. E ka brenda pak sa patologjin dhe në perëndim, por nuk e dominon. Po në Shqipëri e dominon patologjia.
Dhe me thënë dëshira për pushtet. Si do futet në histori Edi Rama, avokat? Varet se nga optika e historisë, kjo dhe analizoj, nuk më të flasim të para kohë. Janë 4 ose 5 parametra të rëndësishëm që analizon historia në konceptin politik të zhvillimit të një vendi. Po? Mbasi analizojnë ato të 5-ta, shikohet edhe ingredienti kryesor. Sa ka qenë përqindja e zhvillimit? Nga tregu të arsimi. 2 janë tregu dhe arsimi lartë. Edhe i mesëm të kuptojnë. Këto 2 janë. I ke këto. Nuk të mposhtë tot njeri. Ne tregun e kemi dobët. Arsimi ka qenë i mirë dhe soj krizë. Por më duket të dhënat, si mbas që më kanë thënë këta ekspertët, është ngritja në përmirësim. Sa arsimin komunizmi e latë fuqishëm, ta dini. Fuqishëm? Ku kishte shkollat mes me këtyre? 2 gjimnaze kishte në Shqipëria. Ai bëri të gjithë qytetet me gjimnaz, bëri dhe fshatrat. Masivizoi arsimin e mes. Po, pastaj krijoi dhe karakterin e masivizimit të arsimit lartë. Sot arsimi lartë është i masivizuar. Ka universitete në disa qytete, ju e dini. Por ai e nisi. Pse nuk është merita e Partisë Punës? Ishte doktrina e tyre. Ai është marksizmi. E kishin në doktrinë dhe nuk e lëvizin do zbatonin doktrinën. Doktrina socialiste që doli nga kapitali i Marksit, po? Donte barazin ndaj, nuk shkoi në barazin që bëri komunizmi. Po kërkoi barazin ndaj oportuniteteve. A më kupton? Në treg. Të gjithë janë barabartë, po tregu e kontrolluar. Në më thënë që ti nuk spekulon treg, por tregun e lënë lirë. Ajo që kishte aftësi më tregtare ose industrialiste, u bëi miliarder. Por ama i dha zhvillim shoqërisë. Po në Shqipëri ne ende nuk i kemi. Kot pas flasim. Avokat, mua më bën përshtypje her pas here, i kam dhe pjesë të studimeve të mia që Parlamenti shqiptar i viteve 20-30 kishte mendje të ndritura si Fanoli, Fajkonica, Ndremjeda, Gjerfishta dhe oratorin Ali Këlcyra. Parlamenti mbas 90-s, me raste, po themi sporadike, ka pasur disa orator, duke përmendur dhe ju. Parlamenti kujt? Parlamenti mbas 90-s, ka pasur disa orator, ku përmend ju, zotin Blushi, po edhe doj të tjerë, po sporadik. Tani, si ka mundësi avokat që kemi këtë disnivel në 100 vjet histori parlamentarizëm? Ishen arsim të nivelit lartë. Që dini ti ju ata, kështë njerëz që erdhën nga rruga, atë ishin rrilindat që tanë, që ata krijuan rrilindat tanë, që rrilindjen dhe psikologjin tonë kombëtare, rrilindja kombëtare e krijoi. Pastaj ajo erdhi dhe mori atë pavarësinë e 12-s, e cila ishte gjymtimi i Shqipërisë. Po rezistuan, se ishin njerëz të mëdhej. Doroni thasë do t'i marrin. Dhe ja i morën. E morën gjysmën. Shikojmë. Pra, çështja është që u shtua dhe popullsia shqiptare. Mos harroni atë. Edhe këtu edhe në Kosovë. Edhe këtu edhe në Kosovë edhe në Maqedoni. Tu komunizmi i bënte thirrje, bëra politike i bënte thirrje anëtarët e byrës politike, i thoshin sa fëmijë ke 3, shko 6, i thoshin. E di apo? Sa ata e morën 850.000 banore morën Shqipërinë. 850 fiks, aq ka qenë. Po e lanë 4 miliona ma. 4 milion? Kishin atë. 4 miliona lanë ma. Kishin atë
E kishin atë të popullsisë. 4 milion e lënë ata, po tani 1 milion e gjysmë janë emigrantë që na mbajnë gjallë. Ata na mbajnë gjallë. Ku kemi në prodhim industrial? Nga 92 deri në 96-ën, Saliu shkatroi me gjithë ekipin e tij, shkatroan 500 uzina fabrika në Shqipëri, nuk e dini ju. A më ngacmova avokat? I denoncoi Shesheli. një parlamentar i rëndësishëm në Beograd. Shesheli. Kur deklaroi me 40 milion dollar, tha, kemi shkatruar në Shqipëri 500 uzina dhe fabrika nga 92-shin në 95-ën. Po. Tani, avokat, unë jam i vetë një gazetar që i ka marrë një përgjigje... Një minut, do të dëgjoni, PD-ja e 92-shit ka qenë drejtuar nga Beogradi. Kaq, mos e zgjasim, vazhdo, keni tjetër?